Me rruku deri vonë qa mund të është në tjerë. I kishë marrë masat për erdhe uja, po? Unë i kështë rritu se erdi një nuk më për para. Jeni duke pastruar gjithë baltën që ka lënë lumi. Po. Është dëmtuar gjithçka apo jo? Është dëmtuar divane, gjithë orën ditë që kemi poshtë. Për të sajtën herë, Për të neve, domethënë thashë të çfarë, kjo është zona që ne, domethënë lumi i parë që vjen, sikur dhe 50 pontit lartësia, neve mbytymë të parë. Përse? Agitaturën këtu nuk e kuptoj pse e bën. Ndoshta e bën për të bllokuar fshatin ndaj që mos njohet. Por ne këtu jemi të parë. Nuk e di se si e kanë menduar zgjidhjen tonë. Mund të ketë ndonjë zgjidhje që pavarësisht se jeni brenda argjinaturës të mos përmbyteni. Unë mendoj kështu për shembull. Zgjidhja do ishte kjo për shembull. Kjo mezhe që kanë bërë ata zotërit këtu, ishte mirë të bëhesh aty mbrapa. Edhe kështu fshati nuk mund. U kërkua mendimi juaj para se të bëshin këtë punime? Anci, kur erdhëm këtu neve, na kishin shqyr portën, kishin hedhur rreun këtu si afun. Ndërkohë dëmet janë të mëdha. Të zakonshme, si na herë, si çdo vit. Uji erdhi me furi? Domethënë për rreth 3-4 orë. Pastaj unë rrit në shpejtësi të madhe. Ka ndalë komisionet e verifikimit? Deri tani jo, ne nuk kemi planuar. Deri tani jo. Po herët e kaluara? Herët e tjera kanë ardhur mbas 3-4 ditësh mbas mbytjes tonë. Dhe jeni dëmshpërblyer? Një pjesë. Me këste, ke parasysh. Gjatë vlerësimit që kanë bërë për shembull 1 milion lekë, na kanë dhënë 500. Shpresojmë që mos vi lumi gratë, kjo është. Krahasuar me herët e mëparshme, dëmet sa herë janë më të mëdha? Janë më të mëdha pse niveli i lumit erdhi më shumë. Po toka? Toka, ku bëhet fjalë për shtëpinë, nuk bëhet fjalë për tokën. Edhe toka. Tokat me çfarë keni të kultivuara? Me el, me jonjë. Pra keni dëme dhe në Orendi? Në banesën tuaj? Dëme në Orendi nuk kemi, se kemi hequr. Pro, jonxha e këto që janë kultivat e tjera. Pra dëme keni në banesë, keni dëme në toka? Në tepër kemi dëme në banesë. Pra është një shkatrim financiar mund ta quhesh apo jo? Shkatrim financiar. Janë lekë të hedhur fort fare. Keni menduar të largoni ndonjëherë nga kjo zonë duke ditur se rreziku është? Herë me vetëm mendja, po to shtëpi kemi bërë me jo me djesë, po me gjak. Edhe është gjuna që ti lëmë në shqipë fare. Zgjidhja ka, si thash, po të bësh i gjithë investimi që ata bën këtu para, ta bëni mbrapa, do të zgjidhje dhe për fshatin, po edhe për neve. Faleminderit. Kallamia, sapin, tëra vendet. Qa do lëm, qa do zem, të tëra janë për t'jedhur në kanal masë. Dhe kanali masë nuk i manë me ato. Janë dëmtuar gjitha mobiljet? Urdhë futu, brenda kjo sot gënje ju. Ka dalë komision? Ja, komisioni unë sot për shkoj, se unë isha në spital, plakun e gjeta me 4 pjetë ku erë. Ta sot do të gjejnë ngropët. E do të gjithë vetë as ngropët sot. Ja, këto janë. Jo, nuk dëshiroj. Jo, na di tjetër. Nuk do të punë, fsharë në njerë ujtë brenda. Edhe, kësa radhe, erdha në Vlora, thash, dalë njerë shikoj, që ta që për mbilë këtu. Kur shikoj, 20 pond e ke brenda. Jo nuk banoni këtu? Po edhe këtu edhe në Vlorë. Këtu banojnë, ne? Po më bedi është
po nuk u bën kanal. Po nuk se nuk mbytemi unë. Jam mbytur kurrë këtu. Unë si Ibrahim. Pra ju jeni jashtë ardinaturës apo jo? Ardinatura e Shandeja nuk vjen ujë. Po tani çfarë bëhet? Po detojnë kanal. Mbushet kanali. Unë di që po me intervistë. Por çdo gjë. Nuk kam me shtëpi. S'ka me shtëpi. Ka ta ndi s'ka me shtëpi s'ka me. Janë Ju 3 janë kurora. dëmtuar të gjitha mobilet? Ja, tek e ke. 10 milion lekë. 1 metro ujë tek e ke. Sa për llogaritet dëmi? 10 milion lekë. Hajtë të vesh qismet nën aty. Ti shikosh? Do të thotë çon më. Po të më gjitha. Gjitha. Ja frigoriferat, 3 frigoriferë, 4 frigoriferë. Televizore, Lavatrice. parkete. Parkete të tërë. Hajde ja shikoj. Gjitha. Herët e kaluara, jeni përmbytur në këtë gjendje? Jo. I kemi mbajtur me generator, me pompë, jam prishur aty brenda. Si këtë herë s'ka patur asnjëherë dëme? Jo, e ka faj vetëm kanali, u bëndej po të bëjsh këte me ne. Se u bëndej më tam po të bëjsh këte. E sharë kanali në 4 vende. Mos të gënjej, ajo në Ballukja. Të dali Ballukja, shikoj ati, ja të kesh porta aty, porta këtu ja. Duke vendet janë qarë kanalet. Qa të thotë mortja? S'ke ku ta kapësh. S'kam shpina si. Janë 3 kurora aty. 3 quna. Ku të vete unë, ku të futem unë. Kalamati ka marrë. Këmiti ka marrë, kemë qëra për të gjiton. Si e keni kaluar natën? E për gjiton. E komësia vajtë në poshtë. Të kunati. Apeli juaj për ndihmë. Shteti. A shteti ka. Janë 3 kurora më e Ka dalë ndonjë për të Asnjë s'ka. As në bazë deputet, as s'kem para, as s'kem para. komision As verifikimi? komision as s'kem para. Asnjë di. Ate i tha shkon komune, tha qa bëhet. Çfarë do të bëj komunë, po si deputeti po si ato zona ku s'ka bën. Ne jemi dur nga qielli më dra, kemi dur nga qielli. Të gjithë, Fryrë nga uja, totalisht. komplet, prej tosika, ujë, gjitha. Komplet mobilja, komplet. Me rrezka me mobilje, komplet. Po. Do bëhem, s'ke para ditë. Ja jesh nga rrugë, Mbajmë. Dera filmoni më brenda. Dal, vino. Qika. Unë dera ka filmuar plakë. No, janë dëmtuar gjitha mobilet apo jo? Unë jam dëmtuar aq shumë sa se mana të veo toka. Jam një nene helmuar. Ka nikur 2 djemë. Ka ngelur një vajzë. Edhe ajo është e burri ikën 3 ditë në shtëpi, 4 ditë rri këtu të ku. Ju jeni në katin e dytë shoh. Edhe aty jeni dëmtuar? Në katin e dytë e që jam u s'kam asnjë gjë atje. Jetojnë poshtë. Pra ju banoni këtu në kat të parë ku është përmbys gjithçka. Jetoj në katin e parë. Aty më janë prishur të gjitha. Ishet vetëm kur erdhi uji? Në momentin që erdhi ujë, kisha çupën se kur erdhi ujë, erdhi darku. Çupa erdhi që më jetë mua. U largua? I përgjigjes thirrjes për të larguar nga banesa? Ku të vete, ku të mbyte.
Ku të mbyte mu? Një qik shpes që kisha, ja të kja. Me deti me shjarak. Ngordën apo jo? Ngordë. Nga mbytën. Unë mbytën. Qa të them unë me? Unë janë në pikë të habit. Ka dalë ndonjë që të ndihmoj? Që të shikoj Kanali- verifikimet? Kanali ati e me shkërrye. E ka thajnë qeveria, të erdi para 2-3 vjetesh, e greu. Erdhe ndaj rrugë këtu, gjaden ati, u luta me të mira, nuk hodhe një sarvelëve, që mund të mbathja kanalin atje, e të ngrije një top mur. Ka ardhur vjen momenti, si që plasi ujtë, thom shatarët edhe një tonët që na mbyti sherua. Zien me mua. Që Atë, faj, nëno, thirrje që i bën institucioneve përgjegjëse, apeli jot për ndihmë. unë i bëj apel qeverisë bashkisë të vitë të më mbushi kanalin. Se më shgryer e betonin heba. Dhe rrezikoni mbytjen çdo herë. Në moment, për ashiu. Lekët edhe kur vinë, mbanë ata që së mbyten, unë nuk banë. Ku e kaluat të toni? Ikët ju, evakuat nga shtëpia? Ikët, ëh? Ku shkuat? Me divan, me kompletëzome, me bufe, me lavatrice, me frigorifer. Të gjitha mobiljet janë Po. jashtë përdorimit. Po këtë ndë, që sa për ma e nënë. Djali rëri vetë, stua unë të gënjesë, dalë ashu gënjështare nësë në tonë. Pasi që prake keqe. Ka ardhur njëri t'ju ndihmoj? Tata dja, dy net në një të tre quna, sa më qanë fjetë e djali vogët. Dje e rda vetë tu, se s'kisha... Ndihma në ushqimin, në batarije? Jo. Tash si këto net janë të ftohta, si do t'i kaloni? Dhe, me ato, një matonat. Jam këshu kanë fjetu, jam papëshëre. Po komisionet kanë dalë për të parë dëmet? Jo, nuk kanë. S'ka ardhur asnjë. Jo. Po në përmbytjet e mëparshme jeni ndihmuar? Edhe në një qikë, shumë, sa në gënë një qikë. Veçaves. Qatë të gënë. Këtë herë shpresoni që të ndihmojeni, apeloni për ndihmë? Apeloj për së të temin e ju e dini, në në ime. Ti erdhe për vetë, registrove vetë, i shkruajt e vetë, si fjalla jetë është me ëvëll në ime që jam plakë. Jo, apeli juaj që ju dhëm për që të shka që është katruar është më i fortë. Djetë. Bllokoj. Vinë padroma ose vizitori social dhe vetë. Unë jam mbytur. Do më thënë rreth 1 metër. A jeti, një 30. I doli jashtë. Çdo gjë do. Ti e udhëze? Si ka të parë të dorë? Tani s'është kam edhe po të duan të punojnë, se parat janë tonat, nuk janë, do në falë që po të mas pojat, as do t'yre. Parat janë tonat, po është arsye që kërë në ujë kanal, se s'ka punojnë, së të shikoj nivelin e lumë. Ate kanali, bëkoj, atje ku, ose rasti këtu, i dërgjatura. Qalon, vinë komuna, e shikon, ku ka bëngë, këtu. Bëkoj, sekunde ka majtë. Janë dëmtuar të gjitha mobiljet? Komplet. Ka dalë dikush në komision për të verifikuar dëmet? Deri tani nuk kanë dalë, por shpresojmë të na vinë, se erdhi njëri dje, do bjem qarfishe, do vim punëtor të ndihmoj, edhe sot duken me punon lajot, 7 pjesë, edhe si që shikon vetë. Kjo është
komuna, kjo është bashkia, kjo është qeveria. Edhe jemi shumë të kënaqur me të gjitha këto që ndrova unë, turpi botës për mua. Taksat tona do paguaj. Taksat tona janë shkëlqyer. Vetëm se kjo është fal për shpërën mungesa, po them, juve duke patur parasysh komunë, bashki dhe qeveri. Ja, thuaj ti. Ya,